shembet i pallat. Ure ti e fut shembet zënë ti për poshtë. Unë besoj që duhet jeni pak më serioz në këtë gjë. Duke sorraça seriozitetin ke jam serios me ti. Jo, bashkia duhet të jetë më serioze. Mashtrues me mi. Shkojmë prokurori, mos edhe mas me. Në prokurori do ta çojmë banorët. Ne do të bëjmë punën tonë. Pasi kompania e cila po ndërton pallatin, duke se ka një histori dashurie me Bashkinë e Kamzës, janë qindra milion lek për 2 në konstruksion, nga punët publike të marra përsipër, që nga koha që zoti Suli mori detyrën e kryebashkiakut, madje ndonjëherë duke skualifikuar dhe pjesëmarrësit e tjerë nga gara, vetëm që 2 në SHPK të dilte kompani fituese, ose dhe fitues me negocim, pa u bërë fare njoftimi i tenderit, si në këtë rast. Tani të kthehemi edhe një herë tek pallati dhe tek retorika plot humore zotërisë që Kamza ka fatin ta ketë kryetar. Nuk e zgjidh vetëm pse vjen ti, nuk e zgjidh. S'du me zgjidh. O nuk e zgjidh. Para te jemi pa përgjithshëm. Rik tani. Ju keni obligim ju taj meje. O rik tani nuk e zgjidh. Ka prokurori, ka gjykat hec. Po lejeni keni dhënë ju. S'ka asnjë lloj problem. Zyrtim atë. Zoti Sulje, Duhet jeni pak më i përgjegjshëm për të bërë detyrën tuaj. Leja për ndërtimin është dhënë nga bashkia dhe duhet mbani përgjegjësi. pas këtyre përgjigjeve të zotit Sulje, për një gjë